fillimisht, në pozën e fëmijës, le ta nisim nga këtu. Ju lutem, i mbyllni pak mikrofonat të gjitha. Forca, qëndrojmë këtu. Tani, largohemi nga çdo bisedë më parshme, përshëndrojmë tek trupi. E sillim vëmendjen tek dhoma ku do të praktikojmë. Bëhu e vetëdijshme për dyshemen e dhomës, për tapetin ku po praktikon dhe pjesët e trupit që po prekin tapetin. Tani, e sillim vëmendjen tonë te fryma. Le t'i marrim 2 frymare të thella pastruese, mbushuni thellë me frymë. Merrni frymë hund me ngadalë dhe nxirreni frymën me gojë. Filloni të çlironi tensionin, ngarkesën, lodhjen e ditës së sotme. Edhe një herë të dytë, mbushu thellë me frymë dhe lironi ngadalë. Çdo gjë që trupit nuk i shërben. Shumë mirë. Tani me ngadalë, le ta vendosim vëmendjen tek zemra jonë. E hap zemrën time për dashuri, mirësi dhe dëmshuri. E hap zemrën time për dashuri, mirësi dhe dëmshuri. Merr frymë dhe nxirre frymën. Le ta fillojmë praktikën me ngadalë tani, hapini syt, ngrieni kokën nga tapeti, edhe hajde me ngadalë, siç jeni, e ndjeni tani, drejtoni gjunjët dhe hapeni zemrën, por nuk ushtroni presion në fund të shpinës. Silleni trupin tek poza e fëmijës, me ngadalë, tërhiqe shpinën, zjati qafën, merr frymë, hajde përpara, me butësi, me një lëvizje harmonike, nxirre frymën, shkojmë në pozën e fëmijës. Marrim frymë, vim përpara, me ngadalë, nuk ushtrojmë presion. Nëse dëshirojmë të lidhemi me zemrën tonë sot, duhet jemi në flow, në një gjendje lehtësie, në një gjendje pranueshmërie të situatës, të momentit. Vazhdojmë. Dhe një herë të pestë me ngadalë, mbushu me frymarrje dhe nxirre frymën. Shumë mirë. Sille trupin tani me ngadalë në pozën e tavolinës. Sërish do shkojmë ta lëvizim trupin tonë, të lëvizim energjinë, pra të qarkullojë energjia, shkojmë në një rrotullim të thellë të trupit, jo shumë shpejt, vim përpara, e ndjejmë presionin pak të kyçet e duarve, shkojmë anash, mbrapa, vim deri tek thëmbrat. Vazhdojmë me lehtësi, të përshëndruara, ndjeni se cili është qëllimi i klasës. Qëllimi i klasës është ta hapim zemrën. Dhe ndërkohë jemi në reflektim me situatën e momentit, do japim informacione pak nga pak gjatë klasës, si ndihet një zemër e hapur, si ndihet një zemër e mbyllur, forca. Vazhdojmë, shkojmë nga ana tjetër, vazhdojmë. Shumë mirë. Ne, për shkak të dhimbjeve të së kaluarës, shpesh vendosim ta mbyllim zemrën sepse nuk duam të vuajmë, nuk duam të lëndohemi sërish. Mjafton, qëndroni këtu në pozën e tavolinës, do shkojmë tek poza e qenushit. Janë të gjitha pozat që do bëjmë sot, do ta kenë vëmendjen tek çakra e zemrës, për ta liruar
çakrën e zemrës. Vendosim ballin në tapet, edhe këtu tani zemra është hapet, zgjerohet krahërori me këtë zgjatje, por mbi gjitha që fillojnë edhe muskujt e shpinës të çlirohet, tensioni, muskujt, qëndroni, merrni frymë thellë. Dhe ne shpeshherë për shkak se nuk duam ta përjetojmë dhimbjen e së kaluarës, vendosim mure në zemrën tonë, në mënyrë që të ndjehemi të mbrojtura dhe të mos lejojmë askën tjetër të na lëndojë sërish. Dhe kjo është një mbyllje e zemrës tonë, një mbyllje që ne i bëjmë zemrës tonë. Duke e mbajtur veten të mbrojtur, të sigurt ndaj lëndimeve. Qëndroni, merrni frymë thellë dhe pak. Të ndjesh dëmshuri në radhë të parë për veten dhe për të tjerët është një ndër treguesit që ti po fillon të hapësh zemrën tënde. Qëndro aty me ngadalë dhe pak. Hajde me ngadalë tani, ngrihemi, edhe një herë vim në pozën e tavolinës, shumë mirë. Shkojmë në sekuencën Cat Cow, është e mrekullueshme për hapjen e zemrës. E ndjejmë regionin e zemrës të zgjerohet, nxjerreni frymën, kruseni dhe tani në krusje ne thjesht e çojmë vëmendjen te shpina tani ne aktivizojmë energjinë e çakrës së zemrës edhe në këtë krusje. Kur e hapim, e ndjejmë, e mbajmë vëmendjen te regioni i zemrës, në qendër të krahërorit është çakra e zemrës. Kur e nxjerrim frymën, e çojmë vëmendjen tek shpina, atje ku ndodhet energjetikisht pra çakra, sepse çakrat janë të vendosura në shpinën tonë. Mbushuni me frymë, ngriheni kokën lart, gjithnjë më shumë, ndjeni lakimin, hajdeni në krusje, qëndroni të lidhura me këtë moment, reflektoni me veten tuaj. A keni ndërtuar mure, a dhe gur, le të themi, rreth zemrës tuaj, për ta mbajtur atë të mbrojtur nga lëndimet, nga dhimbjet e së shkuarës, dhe thjesht t'je lë mendjen e lë zemrën të flasë, por pa presion. Ndoshta përgjigjen mund ta marrësh edhe më vonë. Thjesht qëndro në një reflektim të thellë me veten. Përpiqu ta lejosh zemrën tënde të çelet sërish. Në çdo moment ne punojmë për ta pasur dhe për ta mbajtur zemrën tonë të hapur. Marrim frymë thellë, sillim dorën e djathtë lart. Nxjerrim frymën, shoqërojmë me shikim dhe vendosim veshin dhe supin e djathtë në tapet. Mbushemi me frymë dorën më të lartë. Shoqërojmë me shikim. Është një përdredhje për shpinën tani. Merrni frymë dhe ngriheni gjurin e majt nga tapeti. Kur t'jeni gati, ngriheni këmbën paralel me tapetin. Forca, marrim frymë thellë për 5, 4, 3, 2 dhe 1. Lironi gjurin, vendose dorën e majt, ushtro presion, dalim nga poza. Jemi gati, shkojmë me dorën e majt, dora e majt lart, e kalojmë me ngadalë, veshi dhe supi në tapet, dora e djathtë, shoqërojmë me shikim në drejtim të qiellit. Ngrihe me ngadalë, gjurin e djathtë në tapetin, e kur t'jesh gati, ngrihe këmbën lart, qëndroni aty. Shumë mirë. Qëndroni dhe pak ashtu. Forca. Qëndroni për 5, për 4, për 3, për 2 dhe për 1. Lironi me ngadalë, vendosni dorën si suport dhe dalin nga poza. Për një moment
moment, tërhiqe trupin në pozën e fëmijës, hapi gjunjët dhe liroje ballin sërish në tapet. Ndjeje afirmimin: unë e hap zemrën time për dashuri, mirësi dhe dëmshuri. Tani me ngadalë silli të dyja duart anash, kaloje peshën e kraharorit mbi gjurin e djathtë, merr frymë thellë dhe hajde pak më thellë tani, vendose dorën e majtë mbi dorën e djathtë, ule ballin sërish në tapet. Ke mundësi të shkosh pak më thellë, por gjithmonë në kontroll tërheqjen që të mos lëndohesh. Qëndrojmë aty, marri frymë thellë, vendosja e kraharorit të gjurit tani e mbështet dhe jep siguri pjesës së sipërme të trupit tonë, pjesës së kraharorit. Qëndroj. Ne kemi nevojë të ndihemi të sigurta, të ndihemi të mbështetura, të suportuara në mënyrë që të lejojmë veten ta çelim zemrën edhe më shumë, të besojmë njerëzve edhe më shumë. Dhe mbi të gjitha, të fillojmë të ndjejmë dëmshuri, dashuri për veten në radhë parë dhe pastaj edhe për të tjerët. Nëse ne nuk e ndjejmë për veten, por mendojmë se ndjejmë për të tjerët, nuk është e vërtetë. Shkojmë ngadalë në qendër me të dyja duart, provoje nga ana tjetër tani, pak më thellë se sa kur e nisim në fillim të klasës. Kaloje shuplakën e djathtë mbi shuplakën e majtë. Vendose ballin në tapet. Çdo lëvizje që e bëjmë fillon të pastroj trupin nga ajo çfarë nuk është e jonja vërtet. Fillojnë çdo lëvizje që po e bëjmë, filloni dhe mendoni se fillojnë të shemben muret e zemrës tuaj. Muret përreth të zemrës tuaj fillojnë të shemben pak nga pak. Çdo lëvizje tani është si një shkundje, si një pastrim që ne po i bëjmë zemrës tonë në mënyrë që të çelet dhe të lirohet plotësisht nga çdo blokadë së kaluarës, nga çdo dhimbje e së kaluarës. Vime ngadalë në qendër. Ndjeje zgjatjen edhe një herë të muskujve dhe ngrihemi me ngadalë. Tani, këtu ku jemi në poza e tabulinës, sjellim këmbën e djathtë në mes të dy shuplakave. Pra nga këtu dhe me një herë marrim frymë e kalojmë. Shumë mirë. Bëhuni gati, ngrihuni lart. Hajde forca, të dyja duart të gjata të drejta, paralel me njëra tjetrën. Hapim anash dhe i ndërlidhim brapa. Sillim zemrën përpara dhe zgjasim të dyja krahët. Qëndroni, mbushuni me frymë. Lironi me ngadalë, kësaj radhe të dyja duart lart. Jemi më të sigurta për ta larguar shpinën, për ta ndjerë hapjen e regionit të zemrës. Qëndroni aty. 5 përmarrje të thella. Qëndro. Ndjej sikur po e ziron edhe më shumë kraharorin, ndjej sikur po krijon edhe më shumë hapësirë për më shumë dashuri, më shumë siguri tek zemra jote. Mjafton. Silli duart me ngadalë në tapet, vendose dorën e djathtë tek gjuri i djathtë dhe bëj një përdrejtje duke shtyrë gjurin e djathtë anash dhe duke shkthyer zemrën në drejtim të qellit. Bëje një përdrejtje, ndjeje, hajde Aisha, hajde Ksanti. Shumë mirë. Duam që gjatë klasës të mos kemi sforcim, por ta ndjejmë se po rrjedhim, po lëshohemi. Shumë mirë, uli duart të dyja në tapet. Tani me ngadalë aktivizoje gjurin e majtë nga tapeti. Shko pak përpara, shko pak mbrapa dhe kaloje trupin në plank. Nga planku, do i çojmë këmbët anash, dora e djathtë në zemër e gjatë drejt lart. Merr frymë thellë, provo tani ti vendosësh këmbët mbi njëra tjetrën, kur t'jesh e sigurt. Kur t'jesh e sigurt,
Provo t'i vendosësh këmbët mbi njëra tjetrën. Nëse shikon se është e vështirë, ndalo dhe çoj atje ku ishin. Ule dorën me ngadalë, kaloj trupin në plank. Kalojmë nga ana tjetër këmbët, dora e majtë në zemër, e gjatë e drejt lartë. Provo me ngadalë, kur ta kesh sigurinë. Patjetër, ti vendosësh këmbët mbi njëra tjetrën, qëndrojmë aty mbushemi me frymë, edhe ulim dorën. Ndjeja energjinë krahut, shkojmë edhe një herë në plank. Mbajini trupin të gjitha në plank. Tani ka dy mënyra. Vajzat që duan, nuk i ulin gjunjët. Vajzat e tjera ulin gjunjët, rrëshkasin dhe hapin zemrën në kobra. Bravo. Qëndrojmë, marrim frymë. Këtu tani 3 frymarrje të plota, mbylli sytë, ndjeje, ndërkohë je duke forcuar shumë krahët e tu, por vëmendjen e merr te zemra jonë, frymarrje të thella, edhe pak. Gishtat e këmbës pingull, kaloje trupin në qenim kokë poshtë. Merre kohën tënde, fillon të largosh gjunjët, të djathtin, të majtin. Vipet janë lartë, gjunjët përpulen, i djathti, i majti. Shumë mirë. Kjo sot konsiderohet si një seancë terapeutike në sensin e ushtrimeve fizike, por nga ana energjetike është një seancë e cila na lejon të aktivizojmë dhe të balancojmë çakrën e zemrës, pra ta hapim zemrën tonë, ta ndjejmë se lirohet zemra jonë. Ulini të dyja gjunjët, ushtrimet pra janë të balancuara dhe janë vetëm kryesisht për regionin e zemrës. Sillim këmbën e majtë kësaj radhe në mes të dy shupllakave. Marrim frymë, ngrihem nga tapeti. Sillim të dyja duart të gjata të drejta paralel me njëra tjetrën, trupi i gjatë i drejtë. Hapim krahët anash dhe shkojmë ngadalë, i ndërlidhim duart mbrapa. Hapet zemra, sillet gjoksi përpara, ndjejmë tërheqjen e krahëve mbrapa. Qëndroni 3 frymarrje të thella. Nxjerrni frymën edhe me gojë kur e keni të nevojshme. Shumë mirë. Lironi duart me ngadalë, silleni përpara, kur jeni gati, ruajmë ekuilibrin, gjysmën e ulur, largojmë pak shpinën, krijohet një hapësirë edhe më shumë në regionin e zemrës. Ndjeni tërheqjen e krahërorit, hapjen e tij, edhe pak. Mjafton, ulini duart, ndjeni energjinë. Vendose dorën e majtë tek gjuri i majtë, bëj një shtyrje nga jashtë dhe bëj një përdrejtje duke sjellë gjoksin në drejtim të qellit. Qëndro aty, mbushu me frymë. Shumë mirë. Edhe pak. Mjafton. Kthehu në gjatësinë e tapetit, aktivizoj gjurin e djathtë. Këmba e majtë kalon mbrapa. Vazhdojmë trupin në plank. Hajde bëhemi gati. Kthejmë këmbët anash, dora e djathtë në zemër, e gjatë e drejt lart. Dhe kur ti je tani gati, vendosi të dyja këmbët mbi njëra tjetrën. Provo të vendosësh. Nëse mundesh, të lumt, uli me ngadalë, ndjej energjinë, shkoj nga ana tjetër. Dora e majtë në zemër, e gjatë e drejtë. Ngadalë, qëndroje dhe gjeje momentin e duhur për ty. Liroje dorën e majtë, ktheu në plank. Tani me ngadalë, 2 mënyra, ose nuk i ulin gjunjët, ose i ulin gjunjët. Vazhdojmë, shkojmë në kobra, ose qeni me kokë lartë. Hapeni zemrën, ndjejeni 3 frymarrje të thella. Shumë mirë. Gishtat e këmbës pingull, trupi kalon në qenim me kokë poshtë. Vazhdo të largosh gjunjët, merre pak kohën, e neutralizojmë tani, e mbajmë të energji. Shumë mirë.
her pas here, na duhen shkëputje të cilat na falin qetësi, të cilat na falin kohë për të reflektuar, për të vëzhguar trupin, ndjesitë e zemrës tonë. Lëre trupin vetë, lëre zemrën vetë të flasë, lëre zemrën vetë të flasë. Por mund të them që besimi që ne japim njerëzve është një nga treguesit për zemrën tonë. Nëse ne mendojmë se nuk ka besim tek njerëzit, atëherë e kemi zemrën e mbyllur, nuk besojmë tek ata. Por nëse ne e mbajmë zemrën e hapur, atëherë ka njerëz të tjerë aty jashtë që ne mund t'i besojmë. Nuk po them që duhet t'i besojmë të gjithëve, por mendimi dhe bindja jonë e brendshme duhet jetë se ka njerëz të tjerë aty jashtë që ne mundemi t'ja japim besimin e plotë. Mbushëm me frym, nxirë frymën me ngadalë, shumë mirë. Ngrihemi sërish, tani do shkojmë pak në kthehemi me praktikën, gishtat e këmbës pingull në tapet, forca, do bëjmë gati, do ta ngrenë këmbën e djathtë në drejtim të qellit, do ta përthyem dhe me shumë ngadalë do hapim hijen e më falni të djathtën, po. Hijen e djathtë. Me shumë ngadalë sërish do shkojmë, do ta lëshojmë këmbën mbrapa dhe do ta hapim trupin ansor. Shikoni çfarë do bëjmë tani, do ulim këmbët ashtu siç i kemi, me ngadalë. Këmba e majt është e shtrirë, këmba djathtë është e përthyer, do marrim frymë dhe do ngrihemi edhe një herë në hapjen e zemrës. Ndjeje hapjen e zemrës, ndjeje fuqishëm, ndjeje dhe lëshoje trupin komplet në këtë hapje. Ulemi me ngadalë edhe një herë ashtu siç ishim, përthyem kohë vetes. Jo, po, pra jemi ulur nga ana tjetër, nuk u kthyem në plan, nuk u kthyem në qenie me kokë poshtë, jemi ulur nga ana tjetër. Shkojmë një herë të tretë dhe hapim e ndjejmë hapjen e zemrës. Është pozë e fuqishme. Kthehemi tani në qenie me kokë poshtë. Marrim kohë, largojmë gjunjët, ndjejmë shtrirjen e shpinës. Edhe pak. Hajde. Japim pak kohë vetes. Kur t'jeni gati, marrim frymë, këmba e majt lart. Forca. Ngriheni këmbën e majt lart. Edhe pak më shumë, përthyeni dhe ndjeni hapjen e hijes së majt tani. Kur t'jeni gati, do ta ulim me shumë kujdes nga ana e djathtë dhe do hapim trupin ansor. Do hapim zemrën tonë. Qëndroni, merrni frymë thellë dhe uleni trupin duke mos e kthyer atje ku e kishim. Pra, nëse më shikoni tani, këmba e djathtë është e shtrirë, këmba e majt është e përthyer. Marrim frymë dhe shkojmë sërish në një hapje të trupit. Mbushuni me frymë, qëndroni edhe pak. Nëse ndriven muskujt e dorës, duarve, është okej, nuk ka problem. Por unë e di se pjesës më të madhe janë forcuar. Ulemi edhe një herë, ashtu siç ishim. Pra nuk kemi kaluar akoma. Bëjmë një herë të tretë, një hapje të zemrës tonë. Janë poza të cilat nëse i bëjmë me shpejtësi nuk arrim dot të punojmë me çakrën e zemrës. Duhet me ngadalë që ta ndjejmë hapjen, ta ndjejmë energjinë. Shumë mirë, kthehuni tani në pozën qenie me kokë poshtë. Merrni kohën, largoni gjunjët të djathtë, të majta. Shumë mirë. Bravo. Dhe me ngadalë tani çfarë do bëjmë? Do vim nga qenie me kokë poshtë, do ta largojmë kurizin, qafën. Do ulim gjunjët, do hapim zemrën, qenie me kokë lart. Upward facing dog. Qëndroni, frymani të thellë, kaloni trupin me ngadalë, qenie me kokë poshtë.
Vazhdojmë këto sekuencë. Vim përpara, largojmë kurizin, qafën, ulim, gjunjët me një lëvizje harmonike, hapim zemrën, qeni me kokë lartë, upward facing dog, krahët të gjata të drejta. Qëndroni, ndjejeni. Dhe tani sjellim ngadalë vithet lart, kalojmë trupin, qeni me kokë poshtë. Mbushuni me frymë, vim ngadalë, e largojmë kurizin, e largojmë qafën, ulim gjunjët, hapim zemrën. Tani gjithnjë më shumë ndjeje afirmimin, e hap zemrën time për dashuri, për mirësi dhe dëmshuri. Tani ndjeje se si zemra jote, si petalet e një trëndafili, ka filluar të çlirohet dhe të çelet pak nga pak. Edhe një herë të fundit, ngrehem vitet lart, kalojmë trupin, qeni me kokë poshtë. Qëndroni, ndjeni tani se zgjatet shpina. Edhe pak, vendosini thëmbrat. Sillni këmbët pak më përpara, vendosini thëmbrat në tapet. Dhe qëndrojmë këtu, ndjejmë tërheqjen të pjesa pulpave, hamstrings. Qëndrojmë, hajde sava, shumë mirë. Mbushuni me frymë, hajde ninxi. Dhe lirojmë të dyja gjunjët, hapim gjunjët, tërheqim trupin, poza e fëmijës. Vendose faqen kësaj radhe në tapet, silli duart poshtë. Lëshoje komplet kontrollin tani dhe ndjehu mirë. Shpina jote ka krijuar më shumë fleksibilitet, qafa është bërë më elastike, kemi punuar pra me muskujt e saj. Tek shpina, në gjithë gjatësinë e shpinës janë të vendosura qendrat energjike. Dhe kur shpina është e shëndetshme, atëherë tregon shumë për cilësinë e jetës tonë. Sepse sa më shëndetshme shpina, sa më elastike ajo, aq edhe më shumë qarkullon energjia në të. Shumë mirë. Vim tani me ngadalë, sjellim gjunjët përpara. Okej. Jemi gati të shkojmë pak në bata konasana, në flutur. I bashkojmë të dyja shputat, sjellim vitet afër, e drejtojmë shpinën, edhe fillojmë t'i lakojmë. Ndërkohë, i mbyllim syt. Qëndrojmë në energjinë tonë, energjinë e bukur që kemi krijuar. E mbajmë vëmendjen gjithmonë në qendër të kraharorit edhe pranë zemrës tonë. Shumë mirë, edhe pak i lakojmë gjunjët. Mjafton, hapim syt. Tani, çfarë bëjmë? Dora e djathtë bën një hapje anësore dhe që ta bëjmë edhe më mirë, shtyni pak pjesën e poshtme të këmbës me bryllin dhe ndjeni hapjen e trupit anësor. Tani shoqëroni me shikim. Merrni frymë, lironi me ngadalë. Shkojmë edhe nga ana tjetër. Mbushuni me frymarrje edhe mjafton. Okej, çfarë do bëjmë tani? E sjellim gjurin e djathtë të përthyer, e kalojmë këmbën e mbajt dhe bëjmë një përdredhje. Marrim frymë, dora e djathtë sipër, e mbështjellim, e përshafojmë gjurin e mbajt, shikojmë mbrapa, qëndrojmë aty. E ndjejmë tërheqjen tek pjesa e viteve, merrni frymë thellë. Shumë mirë. Vim edhe nga ana tjetër, kthehemi, kalojmë fillimisht përthyejmë gjurin e majt, këmbën e majt, e sjellim këmbën e djathtë të përthyer lart, marrim frymë, dora e majt tani lart, nxjerrim frymën, japim një përshafim dhe kthehemi mbrapa. Qëndrojmë.
Shumë mirë. Okej, kthehemi përpara, i bashkojmë të dyja gjunjë, i hapim të dyja këmbët edhe një herë ju lutem, hapim të dyja këmbët, aq sa ne mundemi. Krijo, pra, hapësirë me këmbët e tua, merr frym, silli duart përpara. Fute barkun brenda, fillon një përpulje përpara nga fundi i shpinës me ngadalë deri aty ku ti mundesh dhe pastaj lëshoj duart në tapet. Pak. Shumë mirë. Vendosi bryllat në tapet dhe vendosi paqet tek duart, duart tek paqet. Mbushuni me frym. Merrni frym thellë, edhe pak. E di se për disa është e vështirë kjo pozë, por do ta pranojmë, sepse kjo ka lidhje me konstruktin e trupit tonë, është okej. Le t'i japim më të mirën. Punën e kemi me veten, kështu që mjafton që çdo ditë bëhemi më të mira. Dhe me ngadalë tani sillim të dyja duart dhe ngrihemi. I sjellim të dyja gjunjët afër dhe tani i përqafojmë dhe ndjejmë atë shijen e ëmbël që fal ky moment. Pra, kemi hapur gjunjët, kemi ndjerë hapjen të leqen dhe tani i përqafojmë. Ule ballin me ngadalë tek gjunjët, qëndro në heshtje me veten, ndjeu mirë. Mos harro asnjëherë të falësh dashuri vetes, personave të tjerë. Dashuria duhet jetë e pakushtëzuar, dashuria nuk duhet jetë për interes, dashuria nuk duhet jetë në këmbim të diçkaje. Të falësh dashurinë do thotë ta japësh atë pa kushtëzim. Dhe kjo është një ndër gjërat, një ndër pra treguesit që ti e ke zemrën e hapur, gjithnjë më shumë po e hap zemrën tënde. Kur ti e do veten, i do njerëzit pa interes, kur ti e do jetën, je dashuruar me jetën, je dashuruar me njerëzit, thjesht e jeton si dhuratë çdo ditë jetës tënde. Mbushu me frym thellë dhe fillo ta ngresh kokën. I kthejmë këmbët në gjatësinë e tapetit tani. Shumë mirë, do shkojmë në plank të kthyer, do vendosim duart mbrapa, do marrim frym thellë dhe do ta ngremë trupin lart. Do shikojmë përpara dhe nuk do ta lëshojmë qafën. Do ta përthyejmë njërën këmbë dhe do ta ngremë pak më lart. Do ta përthyejmë, se na ndihmon dhe pastaj do ta ngremë pak më lart. E ulim. Pastaj shkojmë me këmbën tjetër e përthyejmë e ngremë të gjatë të drejta sa mundemi. Mundemi ta ngremi edhe direkt, por kjo na ndihmon pra. Ulim qëndrojmë në plak, marrim frym thellë, edhe pak, ngri edhe pak trupin ndoshta kësaj radhe. Lejoje zemrën tënde të qëndrojë të e hapur, mbushu me frym, edhe uli vitet me ngadalë. Tani do shtrihemi në tapet, do ta lëshojmë trupin sërish, do t'i përqafojmë fillimisht gjunjët, afër barkut, do qëndrojmë në një përqafim, do lakojmë pak shpinën majtas djathtas, dhe tani me ngadalë, lëshojmë të dyja shputat, vendosim gishtat tek thëmbrat, i prekim thëmbrat me gishta, marrim frym, ngrem vitet nga tapeti, sjellim jetë lart, qëndroni aty, mbushuni me frymarrje. Tani lëroni, nxirreni frymën. Vazhdojmë të ushtrim me ngadalë, sërish punojmë me hapjen e zemrës tonë, lirojmë, pra në nivel fizik dhe energjetik. Këto poza bëjt mundur çlirimin e zemrës tonë. Vazhdojmë.
flasim pra në nivel çakra e zemrës. Shkojmë nga dalë. Vazhdojmë. Shumë mirë. Mbushët dhe frymë, nxjerrim frymën. Në ndihmon shumë dhe na shklerojnë pjesën e fund të shpinës, kjo shtrim. 3 të fundit. 2 dhe 1. Shumë mirë, silli të dyja gjunjat pranë barkut e bëj një rrotullim të ngadalë të tyre. Fillo të mbyllësh pak sytë tani. Lëre veten komplet. Ta ndjesh kënaqësinë, relaksimin që të falë për pozë. Shkojmë nga ana tjetër, ndryshojmë kamën e rrotullimit. Tani me ngadalë, këtu ku jemi, do t'i vendosim të dyja duart tek gjunjët dhe do bëjmë një rrotullim të gjunjëve tonë. Do t'i hapim dhe do t'i bashkojmë prapë bashkë. Do t'i hapim dhe do t'i bashkojmë prapë bashkë. Mbyllim syt. Shumë mirë. Tani ndryshojeni kamën e rrotullimit. Ndryshojeni kamën e rrotullimit. Ndjeni një çlirim tek pjesa e lieve me këtë rrotullim. Vazhdojmë pak. Është një ndër momentet ku ne thjesht e lëshojmë trupin tonë, pra lëshojmë, nuk jemi fare të sforcuara, vetëm thjesht e lëm të përjetojmë edhe një çlirim emocional. Vazhdojmë pak. Shumë mirë. Tani, sillim të dyja duart lart mbi kokë. Drejtojmë këmbët e gjata të drejta lart. Qëndrojmë. Merrni frymë thellë. Dhe me ngadalë i përthyem. Do ta bëjmë 2 herë të tjera. Drejtojmë këmbët e gjata të drejta. Edhe i lëshojmë, i përthyem. E treta, forca. Qëndrojmë, i mbajmë të gjata të drejta. Bravo. I përthyem. Tani, me shumë ngadalë, sillim të dyja gjunjët nga ana e djathtë, hapim krahun e majt, shikojmë nga ana e krahut të majt. I mbajmë gjunjët të kufitura me dorën e djathtë. Fillojmë të mbyllim syt, kemi arritur në fund të klasës, zemrën e mbajmë akoma të hapur, gjoksin e kemi në drejtim të qellit. Ndjeni relaksimin që falë kjo pozë, ju rikujtoj që edhe në meditim të shëndrojmë, të lidhura me zemrën tonë, në një mënyrë shumë të thjeshtë, shumë naturale, shumë të ngadalë. Pra çdo gjë duhet të rrihet dhe të mos e sforcojmë. Ndonjëherë krijojmë pritshmëri, duhet të aktivizohen çakrat, duhet të ndjejmë ndryshim në meditim, por nuk ka duhet. Sa më shumë duhet, aq më shumë jemi duke larguar nga vetja atë çfarë dëshirojmë. Në fakt duhet thjesht ta lirojmë veten. Ta hapim zemrën për ta pranuar situatën e momentit dhe gjithnjë më shumë ta mbajmë fokusin drejt asaj që duam. Por jo me luftë, jo me gjykim, jo me sforco. Me pranim, me butësi, me dashuri, sepse sa më shumë luftojmë, më shumë e largojmë atë që duam. Shkojmë nga ana tjetër, të dyja gjunjët i pothisim nga ana e majt, hapim krahun e djathtë, shkojmë nga ana e krahut të djathtë. Zemra është e
përkthyer në drejtim të qiellit, qëndrojmë, ndjejmë të përdredhja. Nuk harrojmë ta falenderojmë veten për punën që kemi bërë deri më tani me veten tonë. Për faktin se çdo ditë përpiqemi për të dhënë të mirën tonë. Është shumë e lehtë ta kritikojmë veten, por ndonjëherë harrojmë ta falenderojmë dhe ta vlerësojmë veten tonë më shumë se sa e bëjmë. Sepse nuk na kanë mësuar që duhet ta vlerësojmë dhe ta themi ne që duhet ta duartrokasim veten tonë të parë, no? E shikojmë si egoizëm, e shikojmë si mendje madhësi, por në fakt nuk ka të bëjë me atë. Ka të bëjë thjesht me vetë dashurinë, vetë vlerësimin, vetë besimin që duhet të lind nga brenda nesh. Mos të presim që dikush nga jashtë të vit na falenderojë, në vit na duartrokas. Pse duhet jemi në pritje? Ndoshta nuk vjen dhe ne pastaj e lidhim pritshmërinë me këtë duartrokitje, me këtë kompliment nga jashtë. Ne nuk duhet të ndikohemi, qoftë fjalët e mira, qoftë fjalët negative, duhet të dim t'i neutralizojmë, sepse me rëndësi është besimi brenda nesh, me rëndësi është qëllimi jonë i mirë, dashuria me të cilën veprojmë. Me ngadalë tani, kthehemi për në shavasana, krijoni ambientin tuaj, mbulohuni, ndjehuni rahat, qëndroni sa të dëshironi, por ju rikujtoj vetëm se ky është momenti i duhur. Jam e sigurt që nuk ju zë gjumi, sepse trupi është aktivuar dhe energjia qarkullon. Kështu që thjesht, edhe nëse ju zë gjumi, prapë se prapë, zëri im depërton, edhe ashtu i but, edhe ashtu i ngadalt, dhe qëllimi i meditimit prapë se prapë arrihet. I mbyllim syt. Lejojmë tingujt e muzikës të na sjellin në një gjendje harmonike edhe më shumë. Me ngadalë tani. Shtrihemi, e lirojmë trupin, i lirojmë krahët, këmbët. Fillojmë ta relaksojmë dhe ta ndjejmë gjithnjë më shumë lëshimin e trupit, çlirimin e tij. Kemi filluar të ndjejmë një relaksim, një qetësi të brendshme. Tani çojë vëmendjen tek zemra. Vendose një rëndor tek zemra. Le t'i marrim 5 shpërmarrje të thella, të ngadalta, përmes zemrës tonë, me filtrin e zemrës tonë. Pra merr frymë
dhe dërgoje vëmendjen tek zemra. Nxirre frymën dhe lejoje sërish frymarrjen të depërtojë frymëzjerjen nga zemra. Merr frymë përmes zemrës, nxirre frymën sërish nga zemra. Sikur frymarrja kalon në filtrin e zemrës. Vazhdojmë edhe pak. Shumë mirë. Kur t'jesh gati, liroje me ngadalë dorën sërish në tapet. Tani, ndjej se çdo pjesë e trupit me këtë frymarrje fillon të lëshohet dhe të relaksohet edhe më shumë. Ndjej se gjithë trupi jot tani mbështillet nga një valë energjie ngrohtë, e butë, relaksuese. Të dyja këmbët relaksohen, të dyja krahët, relaksohet barku, kraharori, shpina, qafa, koka, të gjithë muskujt e fytyrës. Ndjej se si tani trupi jot është totalisht në relaksim të plot. Ndjej se si mendja jote gjithashtu relaksohet. Fillon të lëshoj mendimet një nga një, duke mbajtur fokusin te zemra e saj. Sa herë që vjen ndonjë mendim, zbresi me një ashensor nga mendja në zemrën tonë, nga mendja në zemër. Dhe çdo gjë tani sillet rreth zemrës tonë. Tani ndjej një dritë të vogël që fillon të pulsojë nga zemra jote, nga thelbi, nga esenca e zemrës tënde, nga qendra e zemrës tënde, buron një dritë e vogël e artë. Me çdo frymarrje fillon të rritet kjo dritë, fillon të pulsojë edhe më shumë. Me çdo frymarrje rritet kjo dritë. Dhe ti thjesht ndjehesh e dashur, e sigurt, e mjaftueshme, kështu siç je. Ndjej të përhapet kjo dritë pak me pak, te kraharori, te barku, te krahët, te këmbët, në të gjithë trupin tënd. Ndjej se je komplet në këtë dritë të artë, e cila të jep shëndet, fuqi, dashuri, dëmshuri. Përfytyro tani se në zemrën tënde fillojnë të bien pak me pak të gjitha muret rreth saj. Nëse ka pasur mure rreth zemrës tënde, tani ata po shemben, po shkrihen nga kjo dritë. Thjesht po e lirojnë zemrën tënde komplet nga çdo dhimbje së shkuarës, nga çdo mendim, nga çdo plagë.
nga çdo lot e trishtim. Tani, për një moment, ndjej emocionet të shkrihen dhe të lirohesh pak në pak. Është okej nëse kapesh pak mbas tyre, është okej nëse në këtë moment ndoshta po i përjeton. Lejoje veten edhe të përjetosh për një moment. Janë vitet të së kaluarës, emocione të mbartura, të blokuara, emocione të frustruara, që ti të mos fundohesh më. Tani, ndjej se si po shkrihen edhe më shumë, komplet. Çdo emocion i mbartur, çdo dhimbje së kaluarës, tani po shkrihet nga këtë dritë e artë. Dhe zemra jote, imagjinojeni si po çel, si një trëndafil, i kuq, thjesht po çelet, po lulson sërish me besim te vetja dhe njerëzit përreth. Me dashuri, me dëmshuri për veten dhe për personat e tjerë. Me më shumë kuptueshmëri për dhimbjen e të tjerëve dhe për dhimbjen e saj. Duke pranuar veten e të tjerët, duke mos e gjykuar veten dhe të tjerët. Zemra jote tani thjesht është riqetur sërish. Ka larguar çdo gjë që nuk është e saj. Kjo është natyra e vërtet e zemrës tënde. Të jetë në dashuri, të pakushtëzuar, në ndjenjën e dashurisë, empatisë, mirësisë. Ndjej tani që këto ndjenja përhapen edhe më shumë. Në të gjithë trupin tënd, integrohen në çdo qelisë të trupit tënd. Zemra jote është shumë e fuqishme për të krijuar jetën që ti dëshiron, për të krijuar realitetin që ti dëshiron. Fuqia brenda saj është e jashtëzakonshme. Besoj zemrës tënde. Lejoja të shkëlqej nga brendësia. Lëre të përhapet kjo dritë edhe në përtej trupit tënd. Të përhapet kjo dritë edhe përtej dhomës po praktikon. Të përhapet kudo në të gjithë universin. Lëre të dërgojë frekuencat e dashurisë, frekuencat e dëmshurisë, empatisë, mirësisë. Le të përhapen dhe le të shërojnë zemrat e njerëzve të tjerë. Qëndro në këtë ndjenjë të bukur, lidhje me zemrën tënde, në këtë qetësi të brendshme, në këtë paqe dhe qetësi brenda teje. Na shijo disa momente të tjera.